أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahun e lartësuar e falendrojmë, salavat e salamet pejgamberit tonë të dashur. Ja dërgojmë, lutë Allahun azza që na i pranoj ibadetet, niyetet dhe veprat të cilat i bëjmë sot dhe çdo ditë tjetër. Të nderuar vëllezër, transmetohet nga Abdullah ibn Salami, i cili është prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i cili ka qenë një prej dietarëve të hebrejve. Ju e dini në Medinë ka pas disa fise hebrej, e ky ka qenë njëri prej tyre dhe prej dietarëve të tyre. Ata e kanë lexuar jehudit në Teurat ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu e kanë ditë edhe nga përgëzimet e Musës dhe të Isës alayhimus salam. E vetmja gjë që nuk i ka leju me e pranu këtë pejgamber në fund fare, ka qenë inati, se s'ka qenë prej fisit apo popullit të tyne. E ky inat i ka qenë në xhehenam. Njëjtë, sikur se disa njerëz që për fat keq, dikush i mashtron, thot, jo na ish mi fal, po ti shkon kështu e ti shkon ashtu e qesin kushte, thuj se ata du të mi qitë Zotit kushte, e jo Zoti robërve kushte. Allah është ai që i vendos kushtet. Prandaj Allah ka thënë në Kur'an, kush don le të beson, kush s'don mos beson. Për secilin ka vend në botën tjetër. Abdullah ibn Salami ka qenë prej dietarëve të jehudive. I ka ditë cilësitë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të detajuar. Nuk e ka njoft hala pejgamberin, hala s'penje. Ka një që ka dalë Mekën i njëri, i thonë pejgamber. Pe luftojnë popullë vetë e tjerë, por se ka pa. Pastaj kur fillun me u shpërngul muslimanët e Mekës, me bo hijret me ardh Medinë, e mu qyt muhaxhir, prej të parëve ka qenë Mus'ab ibn Umairi. Mus'ab ibn Umairi, një djalë i ri, shumë i pasën në kon, pasonik, edhe shumë i bukur. Subhanallah, parfumin e tij nuk e ka pas kërkush në Mekë. Kur ka ecë ai rrugës për te muret e oborreve të shtëpisë, parfumi është një në mranën e për oborre dhe kanë ditë që për kalën ai. Nona vetë veç atë djale ka pas për qefi e ka këqyrë, ka qenë milioner. Kur ka pranu islamin, nona vetë e ka bojkotu, veç që së qmend nona vetë. Kon të hapru, që djali, mu ka prish. Sikur se që thojnë disa njerëz, kur t'ja nisë e vladi vetë mu falë, mu ka prish djali se po shkon në xhami. Paramenda çfarë botë kuptimit gabun kanë për dinin e Allahit. A ka raste kur i prishet djali? Po, nëse djali vetë bjen dorë të gabume, shkon me njerëz edhe djelmosha që e mësojnë ka e prapa, mos më ngu babën, mos më ngu nanën, më bo agresiv, e tjerë, nejse. Mus'ab ibn Umairi, nona vetë ka vendosë mos më hongër bukë, me bo protest. I ka thonë djalit vetë, o birë, ja ki me elon fejnë e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ja, une nuk ka bukë deri të alash të fejnë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ose deri të desume. Ky ka prej dhimbjes për nanën. Edhe ka thonë një fjallë, i ka quni selam nanën, se nana ka qitë pishpis. I ka thonë e nanë, më vjen shumë keq për këtë fjallë që po e dëgjaj, po ma mirë nisja ha bukë, se tutëm që ki me dekë, po në selam fejnë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hakin selas, nuk muj me lanë. Kjo është e vërteta. Këta ka që pejgamberi alaihi salatu wasallam në Medinë, me i mësu medinasit, me mësu fejnë.
Kur ka ardhur Resulullah sallallahu alaihi wasallam diku mas 3 vjetë, parafërsisht nuk ka pas asnjë shtëpi në Medinë që mas pakun nuk ka një musliman. Subhanallah, kur nëna vet nuk e ka dhënë pasoninë që ti, Musab ibn Umairit, ky ja ka mësu Kur'anin, nuk ka mësuesi i parë në Medinë, edhe pse djali i ri. Në Mekë, secila vajzë e Mekës ka pas dëshirë mu martu me ta, për shkak të bukurisë dhe të pasonisë që ka pas. Kur ka ardhur betejë e Uhudit, ky shumë ka kontribu ky sahabi, ka vdek, ka rënë shahid në betejën e Uhudit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam s'ka pas qefina, i ka mlu me teshat që i kanë pas. Thot, kur e ka mlu kokën, dhe të kryt, i kanë dalë kamët, dhe eri për mi gjuj, ju kanë shplu as teshen e plotë se ka pas. Kur e ka mlu kamët, ju ka shplu pjesa si për me. Ka marrë fletat të hurmeve të palmave, e ka qitë ka kamët, me amlu kamët, edhe ka shtinë varë dhe ka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë, thot, subhanallah. Çfarë mirësie dunjas kalon për Allah, por ato që ka me gjetë Allah është shumë më e vlefshme se sa kjo dunjas. Ky djalosh e përhapi Islamin shumë. E prej tyne që merrnin tinza informacione dije ishte edhe Abdullah ibn Selami, djetari jehudive. Këtë cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i dike. Por hala se kish pa, do i kemi vërtetu, e kish lexuar në libra, ama mi vërtetu kështu si person. Atëherë kur erdhi Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ky u afru po rrike pak më rapa, jo në safin e parë të njerëzve, njerëzit të përqaf pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të tha kështu. Kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u afrova dhe unë pak si me thonë në rend dytë pak më mrapa, edhe po shikoja në ftyrën e tij. Analizova mirë çka ka pa, thot vrejtja veç në ftyrë ti, s'kish nevojë me më kallzu më kërkush kur gjë. Se nuk është ftyra e rrencit, e gënjeshtarit. Allahu Akbar. Pasha Allahin, i drejti, i sinqerti, në ftyrë mirët vesh. Rrenci, në ftyrë mirët vesh. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, as-sadiqul masduq. As-sadiq, i sinqerti, masduq. Çka i bjen? Ai që për Allahun xhaleshanuhu çdo sen e vërtetën. Vetë është i vërteti, i sinqerti, dhe çdo sen që ka thonë Zoti përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vërtetohet. Çdo lajm i Zotit. Tha pa që s'është ftyra e gënjeshtarit. Edhe tha pejgamberi alayhi wasallam në këshill. Fjalën e parë që ka një Abdullah ibn Selami, por thuhet që kjo është fjala e parë që në Medinë e ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam masës, o ju njerëz, afshu selam, jepni selam, wa at'imu at-ta'am, ushqeni njerëzit, wasilu al-irham, mbani lidhet farefisnore, keni me hyrë në xhenet bi selam, me paqë. Të trijat, afshu selam, shpërndani selamin, ushqeni njerëzit, faluni, wasallu bil-lejli wan-nasu niyam, faluni kur njerëzit janë të fjetë, se unë e përmenda wasilu al-irham, në vend saj është jo mbajtja lidhje, por falja namazit natës. E para ka të bëj me përhapjen e dashnisë përmes fjalëve, selami. E dyta ka të bëj me përkujdesje ndaj njerëzve, përkujdesje fizike, me u dhënë ushqim. Edhe treta ka të bëj me raportet mes robit edhe Zotit. Raportet mes besimtarit edhe Allahut. Kush i bën këto, ka me hyrë në xhenet, na thojmë në gjuhën popullore me kollajllëk, me selam.
me qetësi, me paqë. Këto fjalë kanë qenë pejgamberit alayhi salatu wasalam, prandaj është mirë mos me I harru edhe na. Prej shajeve të kiametit është kur njerëzit kanë mi përshëndet të tjerët vetëm kur I njohin. Nëse nuk e njohin njerin, nuk kanë me përshëndet. Prandaj, nëse ti e përshëndet dikon selam aleikum I thu në rrugë, ta bën ai shoku I thot kush ke, kush se di. Thot ç'pe përshëndet kur s'pe njeh. Jo, në Islam do të më përshëndet. E sheni punëtor në rrugë, e sheni ma të vjetër, e sheni njeri që shehi sharetet të devotshmërisë, se ndoshta është bë frikë me përshëndet çdo kanë, se thot e cudhës tone. Po ti parimisht, në origjinë du të me pas në shpirtin tanë bindjen që du të mi përshëndet tjertë. Du të mi përshëndet. Pra, hadithi flet se Resulullah sallallahu alaihi wasallam është kuptuar nga çdo kush që nuk është gënjeshtar, nuk është rancë. Vazhdojmë të hadithi tjetër. Shënon Imam Muslimin nga Talha ibn Ubaydullahu, I cili është një prej 10 të përgëzuarve me xhenet, thot ecëm një ditë afër një kopshti me pejgamberin alayhi salatu wasalam ku bujqet kishin hyp në pemët e hurmave, të palmën e hurmave, edhe po I shartonin ato. Po I shartonin duke marrë pjesë nga hurma mashkull për t'i vendosur te hurma femën, që më unëzan ato. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka qenë bujk. Ka qenë bari I deleve, por nuk ka qenë bujqësinë se ka njoftë me miella, me këto gjanat e bafqës. Tha, çka po bëjnë? I thojnë kështu ja Rasulullah. Tha, nuk mendoj që është e nevojshme kjo. Ata naltë atje thanë, eci pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thanë, çka po thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Po thot, nuk mendoj që është e nevojshme, nuk e shoh të nevojshme këta. Atër tha, po zbresim na, masi po thot pejgamberi, po zbresim. Kur largu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam I pa ata që kanë zbrit prej hurmave. Tha, çka bën ata? Tha, Rasulullah zbritën, se ti thaje nuk e shoh të nevojshme këta. Tha, jo, tha, le të vazhdojnë. Jo, unë nuk jam ekspert I kësaj fushë. Jo, ata din ma mirë tha këtë punë. Unë tha veç që dhash një mendim tamen, ata din ma mirë. Tha, le të vazhdojnë me dijen e tyne. Edhe e tha një fjalë tjetër. Në gjërat të cilat nuk di, edhe unë e flasë si çdo njeri tjetër, më I me gabu. Kur t'ju flasë për Zotin, diçka, atër merreni patjetër atë, sepse unë kur nuk shtoj, as nuk gënjej nga mendja ime asgjë rreth shpalljes së Allahut. Që I bjen kjo, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë I mbrojtur nga gabimi në çështjet e shpalljes. Edhe ka qenë I inspiruar në çdo fjalë që e ka thënë. Nuk ka fol nga hamendja e tij. Që krejt ulemat janë të pajtimit se hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk janë mendimet të tij. Por të gjitha janë shpallje. Pra në shpalljen e kemi dy llojshe. Feja ka ardhur në dy rrugë, përmes Kuranit edhe përmes hadithit. Dallimi I cili është? Kurani ka ardhur me të ka fol Zoti, e ka dëgju Xhibrili, apo ka marrë Xhibrili prej Zotit, pastaj ka pru Xhibrili te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është Kurani. Hadithi çka është? Hadithi është nga Zoti, por jo përmes Xhibrilit, por është direkt në trunin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kjo është në shkurt pa hy me detalizu më shumë Kurani dhe hadithi. Kjo është. Të dyjat janë shpallje prej Zotit. Të dyjat janë obligim që të pasohen. Feja ka dy burime. Po thot pejgamberi kur t'ju flas diçka për Zotin, atëherë aty unë nuk shtoj as nuk gënjej, as nuk pimandjes tame nuk flas. Bile ka ajete kuranore, ose ajet ka kuranor, që
që Allahu Gjelleshanu ja ka të rejkë vrejtjen pejgamberit a.s. me Aisha radiallahu anha ka thonë, sikur t'ishte Kuranin nga Muhamedi a.s. jo nga Zoti, Resulullah s.a.s. qëto ajete, një për tyne që tash që ka me përmen, si kishtë cek. Ato janë ajete ku Allahu ka kritiku pejgamberin a.s. Njëna për tyre është ajete kur e ka kritiku Zoti që e ka largu vëmendin dhe shikimin pejgamberi a.s. nga Abdullah ibn Ummi Mektumi që ka qenë person i verbër. Kur ka qenë të folë me disa parit Mekës, a i ka arë me pyet diçka i verbre, pejgamberi s.a.s. e ka këty kryt knena ka ata, e ka lonë ato anash. Abese wa tawalla, an ja'ahu al-a'ma, abese wa tawalla, umral, u vrejt, edhe këthe, e largoj kokën për ti. Pastaj saher, ky burr ka ardhur te pejgamberi alayhi salatu wasalam, Zoti ka tregë vërtetën, sure ka zbrit, sure. O çu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kom ka thon ku për mua. Zoti pi qellit 7 më ka tregë vërtetën për ty. Ku për mua, që un kam për ta. Ama këta janë kon burra. Ky sahabi në një prej betejave ka lyp me shku në betejë i verbër. Ka thonë mos mund fsha plak për mi 80 sa vjet. Mos mund fsha kur gjë me bë, e ma ka thonë flamurin e muslimanëve. Edhe deri kur i ka dalë shpirti, i coptu me shpatën nuk e ka lëshu flamurin. Vjen kanë si musliman coft. Që nuk ka gjendje me bo me një therë në kamp për Allah. Kur tani la. Nuk e din, pastaj se din të janë burra në fëmi. La hawla wala quwwata illa billah. Allah na falë. Po ashtu Aisha ka thonë, prej kritikave që Allahu Gjelleshanu është edhe që kjo, që em të volë, mos me shtu në fe. Allahu e ka kritiku, ka thonë, sikur të shtonte diçka në fenë Allahut, ba'da laqawil, pak fjalë, pak, veç pak, jo ajete, jo suret plota. Do ta kapja për fyti me të djathtën time. Edhe do t'ja këputja kokën. Qafën. Që thojmë na, qafën si të zogit, krap. Allah për ja të regë vrejtën pejgamberit a.s. Jo se Resulullah e bën diçka tillë, po për më ju të regu njerëzve, kret neve, se kjo gjë është serioze. Nuk ka hajgare në fe. Nuk luhet me argumentet e Zotit. Aman vllazni. Nuk luhet. Vllazni, kur nuk din diçka, thuj, vëllai nuk e di. Kur nuk mundesh me kallzu diçka, thuj, shkoni pyet një hoxhallar. Mos e nrani një dispozitë, dhe nëse e dish, ti e dish që s'ban, që haram. A bën me djali mirë që unë që jam një gotë raki që ta marmeni, a bën me pi, ti jemi një pozicion kus shka pyet i hoxhallarët. Sepse na, kur duhet më mbrojt dini Allahit, nuk bën më tërhek. Nuk bën me thonë po mullet autoriteti ku më shkone me një konkurs pune, edhe aty mos po më provokojnë mu për fe, edhe unë tash nuk po themi që të bëhemi të pa edukum, të bëhemi arrogant, të bëhemi rrugaq, por po themi që nuk guxon muslimani me u nënçmu dini Allahut azza wa jall, e ai me shujt për me u rrit atij autoriteti, se mos po më nënçmojnë mu, mos mush me bë kur gjë, çu ikpi aty. Asi e Zoti me mbrojt dinin. Aty ku sha dini Allahit, s'munesh me ndërhy, çu ik. Aty ku bëhet mëkat Allahu, s'munesh me ndërhy, çu ik. Mos ja bën çefi njerëzve. Jo mja po qefin. Se di be, është nga njënë janë do asin. Ja, qashtu është e vërteta. Ma bërë e Allah, po, thot, dush mi thonë, unë s'jam të mujnë me praktiku këta. X punën. Qëka po ta mërmeni, është ta me mjekra. Ja, besa ata si, jem bon si kështu. Mos ga po me thonë kështu.
Ti mundesh me kritiku një person, një individ, filanin. Po valla, çaj filani jo djali mirë. Jo shumë i sjellshëm, jo, mundesh. Ama në ibadet Zotit nuk ban me. Thuj nuk di ma shumë, ma bani Allah, shkani pyet një tjetër, unë nuk di. Se ka marrë dita kiametit, ku po thot Allah i me një hadith kudsi, kur është nënçmu dini Zotit, kur ti e këndash me folje dhe ke shujt, po thot Allahu, robi jam, pse nuk e mbrojte Allahun dhe dinin e ti kur ishte e nevojshme me mbrojt, o Allah po u tuta, isha në një pozicion ku mos po mullet autoriteti, respekti, fama, emri, mos po kritikohem, mos po nënçmohem. Robi jam, ti u pajtove me u nënçmu feja jame e autoritetit, mos mu nënçmu, e heshte, sot une, kur është pozicioni hala më i rëndësishëm, se sa ditë kur i kanë me ata 2 vetat, ata 3 vetat, që bëshin a i gare me dinin e Zotit e ti keshe, e s'paku nuk u qoshe për aty, me bojkotu nejen, sot kur ki mas shumë ti nevoj për autoritet dhe për famë, unë sot kam e ta ullë famën. E ta shohem apo të vyna e fama e dunjas. Këtu vllazni nuk po du mi arsuetu vlezërit e ngutshëm, me veprimet e gabuara individuale. Po unë të kritikoj ty, ti më kritikon mu. Vallaj, filan ditën nuk o sjellë mirë. Ti mund me më thonë mu. Por me ibadetet që janë ibadete, nuk bën me bëha i gara as me toleru. Kjo është dallimi. Prandaj, Allahu Gjeleshanu po thot, pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur në fenë e Zotit unë nuk shtoj diçka. E sigur ti shkon me shtu, ose me hek, që ta ajetet që ka kritiku Zotit, pejgamberi nuk i kish përmen, i kish hek. Po si ka hek? Se s'mun mi hek. Pashtu edhe tjetëri, hadith, ka qenë një sahabie ka pasamnin Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amri ka qenë shumë i kujdesshëm me i shkru të gjitha hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithet, se ka pas se dini sahabët e kanë shkru Kur'anin. Mos e keq kuptani këta. E kanë shkru Kur'anin, sahabët nuk e kanë shpik Kur'anin. As pejgamberi se ka shpik. Kur'ani ka zbrit nga Zoti në trunin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i cili ka marrë mend me të parën se Zoti ka përmend në surën Qiyame. Na kemi ta zbrit ata dhe kena me ta mundsu me marrë mend. E pastaj pejgamberi u ka citu sahabëve, disa sahabë, njëri prej tyre kryesori Zeid ibn Thabiti, pastaj edhe Muawiya ibn Abi Sufjani, njëri që kanë shkruar disa sahabë, e kanë rujt Kur'anin, pejgamberi ka thonë shkru në filan ajetin, filan surën. Por që Abdullah ibn Amri nuk ka marrë me shkrimin e Kur'anit, po me shkrimin e haditheve. Resulullah e ka pas, sallallahu alaihi wasallam, e ka lanë. Se ka njerëz që mendojnë që nuk o shkru hadithin kohët pejgamberit. Në fillim nuk o shkru, pastaj o shkru. Pastaj sa, Allahu edhe mas mire, ja 5-6 vitet e fundit, po thamë kështu parafërsisht, nëse merrni të prejme, 5-6 vitet e fundit o shkru hadithi. Jo vetëm nga ky sahabi, po edhe nga tjerë. Një herë panë disa shokë të pejgamberit këtë sahabi, edhe po i thonë, pse po shkruan nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Tha, po shkruaj hadithet, mi majt men. Tha, mos shkruaj, i thanë ata, se pejgamberi alaihi salatu wasallam flet kur është nervoz, kur është i qetë, kur është i mërzitshëm, kur është i gëzuar, kur është në hall, kur është i smut, kur është i shnosh. Ato i ka gjendjet e veta të si çdo njeri, edhe ka mundësi që kur është nervoz flet në një fjalë që ti mos i shkruaj krejt, mos i shkruaj. Ky unal, i ngoj edhe unal. Kalunia 2-3 ditë pejgamberi po e shet që ky sot u shkru. Edhe i thani ditë, hajde tha këto, pse nuk je të shkru hadithet, të kam pa për ditë të shkru, tha e Rasulullah, kështu më kanë thonë do shok edhe unala e pash si të arsyeshme fjalën e tyne. Ja ktheu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tha o Abdullah, shkruaj çdo sen që nin prej meje, çdo sen që dëgjon prej meje, se pasha Allahun në dorën e cilit është shpirti im,
nuk del prej kësaj, edhe boni me shej ka gjuha ati, vetë se haku. Pa marrë parasysh në çfarë gjendje jam, nervoz, i gëzum, ndarësëm, në luft, nuk flasune me emocione, por flas me shpallje, me inspirim. Prandaj, na themi, çdo fjalë që ka të bëjë me fe, çdo fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka të bëjë me fe, është inspirim nga Zoti. Nuk themi janë mendimet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Jashtë fesë, ai ka mujt me gabu, sepse ka qenë njeri në betejën e Bedrit, i kalon ujin, kronet, jashta pronsis vet. Njëri prej sahabëve ka shkuar ka thonë: "Ja Rasulullah, pse e laje ujin a ne? Ai uji është pasunin, shtretin. E shtim këne, na dalim na, ujin e mam mas shpinës, veç na me pas me pi uj, armiku jo." Thot mirë e ki pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe e ndron pozicione për çështjet e dunjas. Prandaj, çfarë themi? Këtu përfitojmë në mësim. Së cilin e ka ngu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zanatin e vet. I ka thonë Zeid ibn Thabitit, shko mësoj gjuhën e hebrejve, që të na i shkruash, të na i përkthesh letrat prej tyne. Ata që kanë ekspertat të ushtrisë si kanë ngu, ata që kanë qenë të bujqësi si kanë ngu. Së cilin që i bjen për fe, mungu Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush ta sqaron fjalën e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Hoxha, po mund të ti me lexu, veç me pas kujdes, mos me keq kuptu ti, mos me hyn tema të thella. Mos me hyn tema të thella. Veç çat sa dish me notu. 1 metër e gjysë ish në ujë, çatë rre. Dikush që zi me notu, 40 cm, 50 me bo më ulaj, së në qohët më në kam. Se i tolovitet e sabi veç kanë të usilë në përujë si qebab. Se qash dhejaj. Kujdes në qfar ujna po hin. Sepse na kemi djemë të ri që lexojnë libra shumë të mëdhaja. Edhe bon të pamvarën nga hoxalartë. Thotë unë pe lexoj filan alimin, filan djetarin, vetë jam të e analizu Koranin. O vlla. I vogëli me analizu ti vetë Koranin. Edhe nëse i ki 50 vjetë, 60. Ulemat kanë shkri të runë vite, të i komentu ata, mjafto me që ata që ka kanë thonë ata ulemat. Mos filozofo vetë se ke që kupton. Po ashtu përfitojmë nga kjo, se për fe, pejgamberi folë. Për mjekësi, folë mjeku. Vllazni, prej fatkeqësive më të mëdha, nuk e din popujt tjerë, edhe s'po më intereson, po më intereson populli jam. Që ja vrejtje vetës edhe juve, edhe pse jam të mundu me ushëru prej kësaj, na edhe në për media, përveç në popull, se që ata mediave janë qiti populli. Ki analist i cili, ti analizon të gjitha drejtimet e jetës. I njëjti fol për politik, i njëjti për fe, i njëjti për siguri, i njëjti për ambient, i njëjti për luftra, i njëjti për ekonomi. Të njëjtit. Edhe në popull janë, nuk ka temë prej fatkeqësive më mëdha që i ka. Populli është se ka njerëz që nuk ka temë që qilet me një naje, me një kafe, e ata mos më përzi si eksperta, vllazni. Koha ka ardha si soje që me i lanë njerëzit me folën e për temat e veta. Dhe ju këshilloj, për shkak se jeta është bon, dinamike. Bënë një mjek, e ke pa që thojmë mjek familjar, cili ti, po thonë kështu kimi ja besu shëndetin. Bënë një automekanik, që ti s'ki mu marë po shtë nalt, ama një të besushëm. Veç me që ato kime pas punë për kjeri. Kur të abi, që ka me bon këta? Mos u merë ma shumë. Për fe, një hoqë bënë të tonën. Hoqë, Allah, mos këqër e njeva një qeter që shtu një, besoja njanit fenë. Edhe për çdo profesion tjetër, e rahatoni vetën. Merë me njerëz që ju i keni besu në që ato lëmite caktume, kështu, për fe, lënë e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të folë, Rasulullah i kalon ekspertët në fushat e veta. Mos të përzihemi në çdo detaj të mendu që dim shumë. Gjithsesi, pra pejgamberi alaihi salatu wasalam, temën e patëm, ka qenë i sinqerti në shpalljen e tij dhe asnjë gjë nuk ka fol nga hamendja. Çdo gjë që ka thonë ka qenë shpallje
prej Zotit dhe kjo na bën që ne edhe Kur'anin dhe Sunetin me besu bindshëm dhe me e praktikun jetën tonë. Allah na falë të na përmirësoft, na bëft pasus të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.